fitoria e gjyqtarëve do të jetë në këtë, nëse ata gjyqtarë do zbatojnë kushtetutën, ta them këtë, e para ka një diskriminim. Ka një diskriminim sepse... Sa i kanë rrogat to më avokat, se ju dini? Nga 1.600.000, 1.700.000, ndërkohë që ato që bëjnë thonjt në kuvend të Elisa Spiropalit dhe kanë nga 2 milion. Merrni atë standardin e rrogave dhe flasim bashkë pëse, që kanë qenë atëherë në kuvend. Po deshet t'i nxjerr dhe unë ato shifra që ishin shifra maramëndse. Një këshilltar merrte 2 milion lekë, një këshilltar i jashtë merrte 2 milion lekë, një këshilltar i brendshëm merrte 2 milion e gjys lekë. Se di si kanë pas, ka marrë në rrogë. Mua më ka bërë shumë përshtypje dhe për sa i përket asaj pjesës së diskriminimit, të cilët kemi gjyqtarët e GKK-s, prokurorët e SPAK-ut, që bëjnë të njëjtën punë, që nuk janë, me fjalë që konsiderohet si një risk i veçantë për sa i përket pjesës rrezikshmërisë me që gjykojnë nivelet e larta dhe hetojnë nivelet e larta, duket se kur ka një përkëdheli për sa i përket këtyre i dy institucioneve, ndërka këta të tjerët janë mëshirë të fatit. Dhe unë të garantoj që rreziku është i barabartë dhe probabiliteti për të ndodhur një risk për këta gjyqtar, ashtu siç ndodhi në apel, është edhe më i lartë. Kështu që unë shikoj që duhet kapur në një pikë më të qetë dhe marrëdhënia për të cilën këta janë vendosur në shinat e ligjit, unë të garantoj, sepse e lexova këtë, më bëri shumë përshtypje që dhe po ta lidhësh me pjesën fundore të Ramës, i bie që shikoni juve se do ndërhyj unë është sepse kanë të humbur. Dhe marrëdhënia për të cilën ata audio të cilët lexova unë për ato kërkesa të cilët kishte bërë Këshilli i Ministrave në seancë që kemi dy kërkesa për sa i përket legjitimitetit, padis e tjera, më duken elemente të cilët nuk e mundin dot pjesën në anën ligjore të cilët brenda të drejtës tyre. Pra i thoni, gjykatësit kanë drejtë kërkesën e tyre? Për mendimin tim po, dhe shifra për të cilën këtu flitet, nuk është fare me këtë shifër marramëndse që flitet. Po e tha gjykatësi vetë, ma e dëgjova. Çfarë tha? Ato tha, ato 37 milionë. Jo, shifra që kërkojnë këta, nuk është ashtu jo. Shifra që kërkojnë këta... 38 milionë tha Rama. Jo, një sekond. A i thot, atë 37 që ne keni këtu, 38 i keni aty. Nuk është ajo është një tjetër marrëdhënie juridike. Për 10 vjet për shkak. Shiko, ajo është një marrëdhënie juridike e cila nuk shikohet në këtë pikë. Shikohet në një pikë atë të cilët bëri Gerdi, relatimin që bëri Gerdi Hoxha që është kryetari Unionit. Se di se nuk ishin me emra, se edhe kjo na u prish aty e transmetime. Unë e pa shumë të saktë atë marrëdhënie përfaqësimi në atë institucion dhe ajo kërkesë të cilët kanë bërë ata në këtë pjesë të përballjes së seancës plenare në gjykatën kushtetuese, më duk shumë relatuese dhe aq më shumë i tha. Çfarë do të thotë relatuese? E ka relatuar shumë mirë në të gjitha pikët ai gjykatësi. Patjetër, po të shikosh këtu në kërkesën të cilën kanë bërë, që ka përballë, që ka relatuar. Kërkesën jo për debat. Se thatë për ato për debat. Kërkesën kur e kanë shkruar. Kërkesën që ka relatuar është një kërkesë për mendimin tim është legjitime, ja vlen të diskutohet dhe ja vlen që këta gjyqtar të shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm, në të gjitha rrethet, edhe për magjistratët e tjerë, mendoj që duhet të ketë vëmendjen e duhur, sidomos nga shteti. Ju thoni që ajo thotë kryeministri që këta kërkojnë shtesë 3.000 euro secili plus. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Këta ka një dizinformim dhe marrëdhënia juridike, po ta shikosh atë, nuk vinte më shumë se 720 dhe në 800 euro si pas vjetërësisë së punës. Jem falë, se e tha që parë zëti Petre, po nuk e nënvizoj. A i thotë që këta kërkojnë atë që ja ka dhënë kushtetuta edhe ligji. Edhe s'po ja zbatojnë. Sepse ka një koeficient, po ta shikosh. Si po e shpikin këta atë pagë. Ata kërkojnë që... Ja, i thotë, e kishte kuvendi, thotë, po kuvendi u tërhoq. Ka diçka, jo. Shiko, jo, ta shpjegoj. Dhe këta tani nuk e...